Të nderuar vëllezër, Allahu Jalla Jalaluhu thot: "Wa ati dhal qurba haqqa." Atire të afërmive tu epnja hakun. Atine që i keni të afërm, epnja hakun. Epnja hakun atine që i keni të afërm. Atine miskinave, atine që janë në rrugë, kanë ngec apo kanë ngel, kanë mbet në rrugë. E mos e teproni të harxhoni shumë për ta, sa që të jitni vetë kërkuni. Wala tubadhir tabdhira. Allahu Jalla Shanuhu thot: "Wal yakhsha alladhina law taraku min khalfihim dhurriyya." Keni kujdes, ruheni ndaj atyre të cilët i kanë lënë pasardhës. Kanë lënë pasardhës. Keni kujdes ndaj tyre. U kanë lënë durët e juaja jetima. Lau taraku min khalfihim dhurriyatan dhi'afan, janë të dobët. Khafu alejhim falyattaqullah. Ruani, keni frikë. Keni frikë Allahun Jalla Shanuhu dhe thunja gjithmonë të vërtetën. Ata të cilët e hanë pasurin e jetimave me zullum, e atyre bunjakve, atine fëmijëve që kanë met pa prind, e hanë me mizori, ata në barkat e tyre kanë hangër zjarë. Ata i kanë ngopur barkat e tyre me zjarë, i kanë mbushur lukthet e tyre apo barkun e tyre me zjarë. Allahu na ruajt. Ata të cilët e hanë me zullum pasurin e jetimit, bunjakut, i kanë ngopur barkat e tyre ata me zjarë. Dhe ata do të përgjiten në zjarin e xhehenemit. Ati do të rrotullohen në zjarin e xhehenemit. Të nderuar vëllezër, unë dua të flas në lidhje me ndarjen e mallit, pasurisë. Si duhet njeriu të hanë pasurin halal? Nëse do njeriu të hanë halal, ne gjithmonë e marëm mos ketë derë dhe mos ketë thi apo alkohol, mes me pi gjëra që janë alkoholike dhe mes me hangër gjëra që janë të përzira apo direkt derë. Thivin që Allahu e ka bo haram të hahet thivi. Për krejt e ka bo haram. Alkoholin për krejt e ka bo haram. Për krejt e ka bo haram Zoti Jalla Shanuhu ve Jalla Jalaluhu. Besimtaris vjen pyetje të përdor mish të derit dhe përveç këtine që janë ajnun nejis, me thonë vet ajo pjesë e ushqimit është haram. Edhe me e ble me paret e tua është haram. Edhe me e gjetë në mal një der është haram. Edhe me e gjujt derin është haram të hash. Edhe me e gjetë alkoholin është haram të pish. Edhe me e ble me paret e tua haram e kje të blesh, haram e kje të pish. Në thonë Allahu Jalla Shanuhu ve Jalla Jalaluhu atë drejt për zdrejti e ka bo haram atë ushqim dhe atë pije. Besimtari zguxon të hanë, e ka haram. Dhe gjërat për shembull që bijnë rrethonet për shkaqeve të disa gjërave vinë haram gjërat. Për shembull që në esencë është halal. Kafsha, lopa, viçi, delja, devja, mishi i tyre që është halal. Mirë po nëse është i vjedhët është haram. Nëse është i vjedhët, nëse e ka vjedhë e ka haram të haje. Duhet me akthi ati tjetrit. Ose e ka vjedh një copë gjathi dhe e ka haram të haje.
Dhe thotë se gjathi nuk është haram si gjath, ajo lopa që është e vjedhme me e prije, ta prese me bismillah, me tekbir, edhe e pret atë lopën ai mishi, në esencë nuk është haram, është halal. Mirë po mënyra e të ardhmit të personi e ka bo që ai mish është haram për ti, që a vjedh e ki vjedh. Dhe si përdoret në mesin tonë gjërat të cilët ne nuk duken kështu dhe nuk kuptohen se janë të vjedhura, ama është haram ta përdorin njeriu atë mall. Kur nuk ju përmbahet njeriu ndarjes pasurisë, si ka thonë Zoti në Kur'an. Allahu e ka mësuar robin e vet se si të ndahet pasuria ndaj të afërmive të tij, dhe sa i takon atij, dhe sa i takon këtij, dhe sa i takon atij, dhe sa i takon asaj. Allahu Gjeleshanu ve Gjelle Gjelalu ka shpallur ajet: Yusikumullahu fi auladikum lidhekari mithlu hadhil unthejejn. Aulad ju thuan atire fëmijëve që e kajnë rojen prej shpinës të ati personit dhe asaj personit. Evlat ju thuan atin. Evlat ju thuan atine që e kajnë rojen, dhe me thënë rjedhin pi ati babës edhe nanës. Allahu Gjellëshanu ve Gjelle Gjelalu i ka të regu njeriut se si të ndanë malin, se njeriu nuk ka dit. Allahu e mësoj njeriu se si të vepran në sipërfaqe të tokës me pasurinë e tij, se ai nuk e din, dhe ai që do t'ju përmbahet kufive, ai është në rrugë të drejtë, ai e ka respektuar Allahun dhe të dërguarin e Allahut, dhe do të përjeton xhenete që në to rrjedhin lumejt, dhe ati do t'jetë përgjithmon, dhe do t'ketë shpëtim të madh. Shpëtim, fitim të madh. Pse? Vetëm pse e ka ndajt pasurin ashtu si që thot Allahu. Vetëm se i ka nejt në bejes Zotit Gjellëshanuhu, Kuranit famlart, edhe e ka nda atë malin si thot Zotit. Dihi se e ka nda për ato që o mashkull, për ato djalë që është mashkull, dhe një hise për ato që o femë. Të na bojnë shumë gabime, sa që njerëzit nuk i japën rëndësi kësaj, edhe kepet krejt familja duke hëngër haram, edhe thuan familja juan nuk vjedhen asnjëherë. Të na nuk vjedhet, elhamdulillah, shiqir pi Allahut, edhe prindrit, edhe babgjishi, babaplak, i ka dhënë rëndësi të madhe kësaj pune, me e marë një sen të huin, na ka bon horë, na ka bon kështu e qashtu. Faktikisht, ati është e vërtet që qashtu a eduku. Elhamdulillah pi Allahut, a e një për pjesëve të edukatës islame që ja ka ndalu e vladve të vetë vjedhjen, e ka edukuat familjen që mos prekin haram. Mirë po kur ka ardhur të ndarja e pasuris, në mesin e këtire që janë rujt atë shumë vjedhjes, të vjedhmes malit huj të marën e të vinë të shpia e këtire, kur kanë ardhur të ndarja nuk ju kanë net korrekt asaj që thot Allah. Edhe faktikisht kjo familje këtu hanë haram, duke hëngër atë të ti qetrit e atë të asaj, edhe të themi jo pa dije, se Allahu ka dhonë shenja me ditë. Ka dhonë shenja me ditë. Dhe mund para këtine ajeteve Allahu përmend çështjen e jetimave shumë. Se në mes të familjeve thuese të secila familje ose të shumë familje, ngelin disa fëmijë të cilët janë jetima, dhe ati ka dhonë rëndësi të madhe Zoti Gjeleshanu ve Gjelle Gjelalu, se do të lakmon njeriu nga kjo pasuri, nga kjo dunja, si që folëm javën e kaluar
se sa shumë do të ngajnë njerëzit, edhe te Zoti s'ka kur një fe vlere kjo dunja, e Allahu xhaleshanu ja ka tërheq vërejtjen që ati mos miret haki i dikujt tjetër dhe ta han. Një dietar thot, shko thot te birovi numër 9 në suretun Nisa, wal yakhsha alladhina law taraku min khalfihim dhurriyya. Le të ketë kujdes, le ketë frikë ndaj atyre që i metën pasardhësit e dikujt në dorë tënde. Kanë met, le të ketë kujdes aty. Ta i birov gjithmonë duhet me trokit ati me shiqun. Ta ata jetimet të cilët kanë met tek i njeri, sa ati ka punë me ata. Nuk do të kenë, apo a do të kenë mallas, do të kenë. Do të dalëm ne te poshtë për shembull. A nuk është në praktik tek popullata in, se na e dina mallin ku japëm fëmijëve. Kujt ma të që djembe va japëm, vajzave nuk ju apëm, se nuk i llogaritim fëmijë ato. Aso është qashtu, a? Është e drejta e njerëzve tonë mos i llogaritin vajzat fëmijët e vet? A është e drejta, sa është e drejtë? Kujt janë ato vajzat? Tuat janë. A respektohet fjala e Zotit? Mashkulli dihis edhe vajza një? Jo. Por edhe një gjatë që përdoret të na nuk është e drejtë. Pasuria nuk ndahet duke qenë gjallë pronari i asaj pasurisë. Pasi des. Unë ju të regoj vlezër se para disa viteve këtu më ka bo pyetje një vllau in, tha ka qenë babat e unë dhe kalon një sumë pare kur ka dek. Prej penzionit të ati, pareve që janë mrjedh prej rrogës, dhe kalon një sumë, bajgesi shumë pare. Dhe ato paret kanë me të të unë se baba ka qenë të une. A ka hi se dorë në ato të hollat vllai jem, thot, vllau ime, motra, po marr parasysh, tash këtë kanë ato hise. Jo, thot, si kanë hise, ta i kanë të une baba. A i kanë të une baba. Tash po ani se kanë të ti. Tash nuk kanë të unë, të ti kanë. Se ka konë baba itë. Kanë të ti ati, edhe i kanë të prua ati, janë i sumë paresh, edhe i kanë met ati. Edhe thash ti vllavi jam, ndash me hongër halal, ato të hollat do të ndahen si ka thonë Zoti, masi ti mpite mu. E ta dish se që ato të hollat që i hash ti krejt, i hash haram. Ato i han haram. Po baba edhe testament nuk guxon me jalon ato të hollat një fëmijët. Pse? Se pejgamberi alayhis salatu vesselam ka thonë la wasiyata li warithin. Testamenti nuk i lihet atine që janë mirasçi, që janë trashëgimtar të pasurisë. Ne shumë duhet të kemi kujdes, se ka thonë me një hadith Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem se i pari shariat që do të ngrihet nuk do të praktikohet nga faqja e dheut, nga kjo dunja, është farzi i ndarjes të pasurisë. Ki farz do të ngrihet mas pari, që nuk do të respektohet. Allah e na ruaj. Dhe atë parën ki pranon të haje haram, ki nuk shkojt dikuni të ashti e dorën dhe një arkën e dikuj dhe ti vjet ato 100.000 frangat se i kalon a i baba atia. Por, ata i kalon që ashtu në kontën atia dhe ki, ose duke qenë gjalla për pare si e ka bon ata, i ka marrë mbi vete këto të hollat dhe nuk pranon që të ndaje ashtu si ka thonë Zoti. Qëse si ha haram njëri? Ha haram edhe shumë, do më thonë, ati ku Allahu Gjeleshanu ve Gjelle Gjelalu e pshenjë se sa duhet me hëngër dhe kujt ja ape tjetërën. Nuk e respekton as pak fjallën e Zotit dhe fjallën e pejgamberit Allahut. Pra ne duhet me pat kujdes se ti mirë që nuk vjetë, elhamdulillah që je prej atin e muslimanve që nuk e han
nuk e don të hujen. Mirë, po këtu duhet me pat kujdes edhe këtu. Dhe do një herë njeriu nuk ngan mas të hujës se s'ka shumë pak vlerë. A kur i vjen momenti që ka shumë vlerë, ati koqitet, ha? Ati koqitet faktikisht. Sa është shumë vlerë. Se nuk është e njëjta nëse për shembull i kalon 20 frank, e thëmë se haram se 10 frankën e ki e haram. A s'ka problem fake qëtë kuletën. Jep ati e 10 frank. A 10 dinarin jep, sa është pak. Nuk është shumë aja. E për pak dhe hi në gjenim. Kur të hi në gjenim, hi për shumë. Allah e në rujt. Po qashtu i vjen. A nuk o qashtu a? E qëtash kur tjetë e 100.000 do t'i thush 50.000 t'i daj. 50.000 shumë. Shumë pare. Ose kalon tokë që ka kimet. Vlera jo toka me bën me 100.000. Me 100.000 dinar. Që ka vlerë të madhe. Dhe kur ti thush atje se Allahu ka caktu kështu dhe kështu, çka që takon ti dhe ka që takon atia, pa jo, a i ka qenë me mu, a i ka nejtë me mu, ma kalon mu me goj, a i nuk ka drejt baba t'i lën dikuj prej fëmijëve me goj, diçka ma tepër se sa tjetrit, s'ka të drejt. Kjo është plotësisht e pa drejt. Edhe ti, shtash ne do të dalëm ati ku duhet, për shembull. E dini se në pasurin, do njëherë ndodh që në pasurin tënde, ka hise min gjajot. Shkon malja gjithë a gjajot atje. Te minja, si shkone, nuk shkon direkt, shkon indirekt. Ne kur vdes unë ja marrëm malin e merë vlau, apo? Dhe do të themi se ki njeri që vdish nuk ka fmi, nuk ka grue, është beqar, i pa martum, amo ka fitu shumë. Ka fitu shumë. Edhe ki mali i këtia, ne kuja të shumë atë, ne kuj themi atje, i takon drejt për zeti babës nëse ka babën, edhe i takon vlaznive tine dhe motrave. Është e vërtet se vlazit kanë hisa ati. Vlezrit e personit që kanë vdek kanë hisa ati. Dhe hisën e madhe e kanë. Mirë, po ki personit që diq dhe ishte i pa martuar, s'kishte fmi, nuk kishte grue, nuk kishte bab, kishte vlazni edhe kishte babën plak. Babën plak e ka. Baba plaka ka hisë këtu ajo. Sa Allahu në Kur'an thot, di hisë mashkulli dhe një femna, një ajo që në femën prej evlatve, dhe nëse e kalon një femën, një vaj se kalon faktikisht, ajo e merë gjisën e pasuris, ai personi që ka dek kalon vetëm një vaj, gjisën e pasuris dhe gjisa shkon të ato të afërmit, të minja të ato, që shkon këj ka ma afër prej burave ati. Edhe nëse janë di qika e të përpjet, ma te për ato di hise marën, di të tret ati marën faktikisht. Edhe nëse ka prind, bab dhe non, ato e marën një të gjashtën, Allahu Gjeleshanu ve Gjelle Gjelaluhu, nëse ki ka evlat. Nëse s'ka evlat e merë baba, dhe nona e merë një të tretën, ashtu Allahu Gjeleshanu thot, e ajo nona nëse ati bashkuan edhe vlazni, nëse ka vlazën edhe motër ki personi, atjere nona minjere fshijet prej një tretës shkon të një e gjashta. Nëse s'kalon e vlat, a më kalon vlazën edhe motra, vetëm nona e merë një të gjashtën, a i baba e merë qetrën që ka ngel. E që ta shosh këtu në pjetje se baba plak, a konsiderohet si bab? A konsiderohet baba plak si bab? Se baba e merë ato që ka ngel prej ati gjallit që ka vdek. E qëta shkalon ka dek personi dhe kalon babën plak, edhe i kalon vlaznit, vlazën, motra. Edhe kalon babën plak. E baba plak si ta merë hisën, ku shkon pastaj ajo hisja? Ajo pjesa, ku shkon ma? Mas vdekjes babës plak pastaj. A këthen mo të vlaznit e këti mo të që? Jo shta shkolla gje, më konë se ka aj djem a gje, djem, edhe ka qika, pa marë parasysh me këj ka, me gruet qeter a gje baba plak,
a që e shkon? Ta të dek të ati a që onë më afer më ati të vdekmit, e shetë shtas si shkon të mi në gjamali a që. Duke qenë gjallë vlezrit tu, duke qenë gjallë vlezrit tu, një 2-3 minuta dha shpirt baba plak ma vohan prej teje. Edhe ki mali jëtë faktikisht ndahet të vlaznit tu, edhe ndahet të baba plaka që. Sa meraj 1/6 merë? Apo hinë hisedar i bashkuar, këtu ka polemik në mes tjetarve shumë, se baba plak, qka po bën me këta vlezrit, a hinë ortak barabar e ndajnë, nëse kalon një vla dhe një baba plak ati, e qëta që merë gjisën baba plak edhe gjisën e merë vlaj, ka kështu mendim. Gjisën e merë, një pjesë e merë baba plak, edhe një pjesë e merë vlau. Na qish japëm? Me atë tonën. Vlajt japëm. Japëm babës plak, a njeni mësë me konë baba plak ati në të shpitohen ati. Me konë taj minë gja që. A japën dikush i babës plak, a jep. I kalon djali 100.000 euro. Edhe 50.000 di mare për shemë të baba plak, a që edhe dhe shkojnë kamin gjallartë, a që Allah e në rujtë, ha? Kështu thonë tonë të Allah e në rujtë. Subhanallah, Ibn Abbasi ka thonë, si mundet prej meje me marë miras, trashëgimi djali i djalit, prej meje me marë mal, a une nuk lejohet të marë mal prej djalit djalit. Se une baba plak jam për atë djalin e djalit, a kuptan? Kështu ka thonë Ibn Abbasi. Edhe ka thonë Allahu Gjeleshanu, thot ja beni Adem. Ademi alayhi salam është baba i të gjithve këtine njerëzve. Allahu e ka quajtur si bab, jo si baba plak, ose babës plak, babës pleç betohen. I ketve është Ademi alayhi salatu vesselam, thot mirë pa i ka quajtur o fëmijë të Ademit, e ai e ngel bab. Wattaba'tu millata abai Ibrahime, unë do të ndjek miljetin atë të Ibrahimit, babës tim. Abai, babalarve të mi Ibrahimit. Unë do të ndjek rrugën e babalarve të mi. Allahu i ka quajtur kështu. Ibn Abbasi e ka pru argument se baba plak është bab për ti. Ka thonë ajo është bab për ti. I pari që ka trashëgu, do me thoni ka dhonë mhise, babës plak është Omer ibn al-Khattabi radiallahu anhu. Dhe thuhet se ai është i pari që ka marrë hise si baba plak prej pasurisë të ninipit. Faktikisht që nuk bjen ai. Kur bjen baba plak? Nëse baba o gjallë. Nëse baba o gjallë edhe baba plak, ai baba plak nuk merë për këti babës. Ai baba plak, ai malli ka koni babës plak, të nasja të rëshëgu për zgjallin e baba plak edhe këta mësën e plusë dhe fmive. Baba plak ala gjallë, ai malli datë e gje, ka kanipat e gje, datë e ala gjallë. Malli tina. Gabima kjo. Kjo nuk në regull kjo ndarja e mallit kështu, e pasurisë. Po të ndaj mallin unë e të evlat, jo nuk në regull mirë, nuk është në regull kjo. Ruje mallin ti. E pja hakun asaj pasurisë të cilën e ke fitu, po deri në vdekje ti mundov të arrujsh mallin. E sadaka, e plëmosh me kujdes, dhe ki mall do të rashëgohet të evlat tu masi ti të vdeç. A kupton? A i rënën me pasurinë e vete, dhe për ato nuk bëhet fjalë se a i baba plak, pa a i malli këti atia, pa a i malli është i atia dheri sa nuk e ka nda. Shta që ka nda, ka bo katastrofaj. Dhe ndaju në këti të ndaj si calën vetë. Ne të punojnë ata. Te Arapët kur qëkoj shalagje praktikohet mirasi, se një dit e përmenda që mas shumë të praktikohet qëtash prej shëriatit, në për shumë vende edhe pse nuk funksionon shëriati, por praktikohet ato, thot për unë e rënoj të shpia e babës, thot unë e rënoj të shpia e babës plak, ama me dije se rënoj të shpia e babës plak, një të ta bëjë shpine vete. Unë rënoj e kam një dhomë, ma ka dhomë baba plak ati, e deri të ta bëjë unë. Do me thonë se ajtë përpichet a e vlat, a i fmi të përpichet të bëjë pasurin e vetë. Edhe pas taj e ndërton shpinë e vetë. E shtash, fmiu ka pasurin e vetë.
Nuk duhet të kuptohet se ajo pasuri faktikisht ngel krejt e babës, ati se djalë ti e ati babës. Ajo respekti tjetër që ka fars të kujdeset ndaj babës ti që e parë, se ti ke babë që ka mall, po s'ka idare. Ka mall, po nuk ka idare. Që s'ka idare? Se e ka kuqit mentaliteti. E ka kuqit mentaliteti, zakoni i ati shqiptarit, që nuk shitet kima si të shes mall. E ka duhet të shesë njën të shkallët ati. Edhe ha, pirë, no, knaqë. Dhe shka të drejt i përzijet, a i gjalli ti thotë, o bab, pse e shetë? Për shes të ha buk. Ka drejt të shese dhe të haje dhe të pije dhe të veshet deri të shkallët. Edhe më në fund shpinë dhe shese i shala i kushtonë dhe shkuan në domin e pleqve. Me ato pare të asaj shpinë. Po është lirisht e ka të drejt. Dhe më në fund më s'none iqë. Ka plotësisht të drejt. Dhe i ka arsije ka. Se kanë këshirë e vlat. Ata fëmija nuk e këshirin babën faktikisht atje me marrë vesh se baba ka qitë irtin të shjase. E në atia që është kandidat për ta blej i bëjnë telefon atje. Mos prea ka ti. Sa i mali është i joni. Subhanallah, qëfar mizorije, far zullumi, far padrejtësie bëhet të musliman. Edhe thot neve gjithmonë në mësoj ke baba dhe baba plak mës me vjetë hujnë. E ja këtu që ka banë? As banë që kështu ha? Më bëjnë kështu, do me thonë, nuk janë korekt, nuk janë njerëz të cilët e respektojmë na fjalën e Zotit, që të rrim në ata kufit e Allahu Gjeleshanu ve Gjelle Gjelalu. E tash ai ka të drejt bëhet tasarruf, shpenzojë në atë pasurinë e vete, të përdor atë pasurinë e vete si të doje vetë. Baba, i ka ata kufit që s'ka të drejt. Ku? Nuk ka të drejt ai për së gjallit të hapet testament atë pasurinë krejt. As gjisën s'ka të drejt që a falje dikuj. E pastaj t'i lën djemët ose vajzat fëmijët e tij t'i zgatin dorën sokak, sikur i ka thonë pejgamberi alayhis salatu vesselam Saadit, i ka thonë, e kam shumë një pasuri të vlefshme shumë, ata hap lëmosh këtë ja Resulallah, unë s'kam e vlat, kam qika ati një di qika, njasa ka pat, e ta hap këtë sadaka, ka thonë, jo, ka thonë gjisën, ka thonë, jo, ka thonë për një tretën, ka thonë edhe një treta asaj janë shumë, edhe ajo pak si shumë, a më e ka leju një tretën. Testament, du me thonë me afal, me edhon lëmosh, me edhon sadaka, ose me ndërtu diçka, prej asaj pasurisë. Ajo pasuri pa marë parasysh sa ka vlerë, qish ka vlerë. Duhet të ndahet nash ajo që është me minimum vlerë, edhe ajo që është me maksimum vlerë, duhet të ndahet ashtu si ka thonë Zoti. E adhuron Allahun ti nëse e vepron kështu, e ndanë pasurin dhe ja ep hakin. Atine të afërmëve tu. Atine që i kje ti më të afërmi tu që e ep hakin ati. Tëra shtash ka probleme këtu në përendim faktikisht njerëzit të cilët janë me roga, me parja, ku ka dalë në disponim parja të përdoret, dhe janë bo hala më te për pa drejtësi. Se shta gjithmonë, ku do flasim për çështjen e mirasit, në trunin tonë tinglon tokë. A, që ashtu? Do me thonë tinglon irt, ven shpije, ara, filon ara, këtë kështu tinglon. A nuk tinglon të paret shumë. Se gjithmonë është flit për çështjen e mirasit, se për para njerëzit nuk kanë pas pare në përdur. Për para njerëzit janë furnizu prej tokës. Do me thonë edhe sot ne ham prej tokës, mirë po në qëtër mënirë, në qëtër metodë, a për para që ati është konë idare, pare, këtë tokë. Filon ara dhe filon tokë. Filon irti e kështu me ratë, filon livadhi. Edhe minë një tinglon sot e kësaj dite halat, të ne si gjenerat faktikisht, tinglon kështu. A ndatë, mirasin, malin, kështu, jada këti qaqë, ati qaqë. E jo sot, ti ke për shemën sot me paret punë. Që asaja i kara vlera jo halat dhe ndahet që qashtu, si thotë Zoti. Ka njërës eksperta që kanë studiu shëriatin e din, dhe din të ndajnë, ka që i takon këti, dhe ka që i takon kësaja, dhe ka që... Asë një herë nuk duhet të më njanohet, asë një person ati që Allahu Gjeleshanu e ka shti në hise. Atjera më së banë kundërshtar i fjallës Zotit. Në praktik bënë shë kundërshtar. Se ti e din se Allahu ka folë për këtë qështje. Dhe nuk mund të thuj se, po se kemi ditë, bëna që qashtu, janë da krejt njëzit janë da që qashtu.
Në më thënë, këtë njerëzit kanë bërë padrejtësi, duhet me bërë edhe nestash. Pasi që e dimi këtë, se Allahu Gjeleshanu në surët unë Nisa ka zdripa jetë se si të ndahat ajo pasuri. Dhe këtu që tash, hala përduaret faktikisht tu, baba me këshkon dhe e shfridzon pasurin për në gjënin e 5.000 frangave dhe aj nuk kujdeset hitë se qka është ka bon padrejtësi mbi e vlatë të vetë. Aj ka përgjithsi. Ki miskin e vlatë, ki djallë për shembull ose kjo vajzë që i ka qu durët, ndoshta edhe me nëgjë se bëhet i dare. Ka dalë këtuna për perëndim baba i cili merr rrogën 5.000 franga dhe lipën sadaka për vajzën e vetë. Po për vajzën e vetë lipën, jam i të burë dhe lipën për vajzën e vetë burë. Pare lipën. Lipën sadaka lëmosh. Ka të drejtaj. Ku ka të drejt? Nëse nuk ka pare. Nëse nuk ka e të ruje. Pse nuk lipën sadaka, thët, i themin e për djalin? Se djali ka hiset e ki. Ha? Se ki 5.000 franga rogën, djalin e ushqen, e veshën, e ruën, e sen, për ato nuk danë, për ato dhëtë me lipë sadaka. A është e drejt kjo? E ja, logikisht ju thoni se nuk është e drejt. A unë i thëve praktik njerëzit që ashtu përveprojnë. Lipë sadaka për evladin e vetë, që në pasurin e tia e ka, nuk ka nevoja ajo për sadaka, po të ruhet prej asaj pasurisë. Ajo e ka një hise dhe gjali i ka di hise ati. Gjali i ka di hise dhe ajo ka një hise. Dhe ki ato se merë ndorë. Mos më rezotit marroft për ti tja, a nuk i e besimtara, nuk i e muslimana. Po ka vende për sadaka. Janë jetimat të cilët kanë met pa bab dhe pa non, dhe nuk ju ka met mal hiq. Ka dasht Allahu qashtu talen. Ka dasht Allahu talen qashtu. Ka vdek baba i tire dhe s'ka pas nga pasuria kur gjan. Pasurin që është që ka të bëje me tua kënë është e babës atia dhe baba gjallë, dhe ajo nuk ka nda, dhe ajo kur do ndahet të gjendë, nuk ndahet të gjemë të djemve, të gjemë të gjallit. Ato fëmi kanë met ato s'kajnë nga pasuria asë një send. Dhe ato kush i furnizon dhe i ushqen i drejton, ki baba, se ki merë prej atine hise dhe ki u jep hise. Ki baba plak është për ata. I ushqen, e shtash kur do t'ju ndaja atine, a i do t'ju dhuron atine, mirë po faktikisht nuk kajnë ato miras. Ata miras nuk marën prej këti i plakit. Dhe ato ngelin. Dhe Allahu për ato dhe ka të rjek vërejtjen tine qirëve se këto janë kujdestar të atine jetimave. Të hanë, të pinë me këta dhe të kenë kujdes. Po vdiq ki baba dhe ato vlat t'i labovaki me pasunit madhe. E shtash të ngajnë të qirë se të ngajnë ati të hanë shte pasuris atine jetimave. Ka kështu. Jam i të baba në baushtelet të punu në Maçk në Gjermani. Po marë parasysh në për shtete dikuni që ka pëngjerin e matë dhe ato qirët, ato agjallarët të s'kanë pasët. Shtash shuj su bo mirë, shtash të metën të vëqë këtu e në është edhe hangë. Kajnë drejt me hangër ato. Kajnë drejt me hangër me pi, me kujdes, thotë Allahu Gjeleshanu ve Gjeleshanu. Nëse janë të zengina, s'kajnë drejt me marë kur gjonë prej asaj pasurisë. Di ushqejnë ato, di veshin ato jetimat, dhe dhe të kujdesen, Allahu Gjeleshanu mu thot, thonja fjallën e vërtet atire, i edukuanja ato për hesab. Bash ati e përëndësit madhe që të edukuan ata fmit, se kanë met në kujdesjen tënde. Ma kulu kaulen sedida, me u kujdesen dhe atire dhe këta janë të pasur, që mundet me u bon i dare me pasurin të cilën e ka ki minja, dhe për ato duhet të kujdeset mirë. Mirë. E shë mali vlazën të ndershëm, shkon të ki që e ka caktu Zoti Gjeleshanu, e ka caktu shëriati, dhe aj malë pas ta i shëndroa ta që, aj malë shëndroa ta që kretë si shte një gjins tjetër a gjë në përmjet qikave, në përmjet vajzave. Po ti e ha kështu pasurin, pe e ha me zullum, a edhe ti more print që je si print, që thue se unë do të ri me filan djalin. Edhe ti keme u përgjithsi, keme dhonë përgjithsi para Allahu Gjeleshanu ve Gjelalu që bon pa drejtësi.
është shashtu. Se ai djalë ose me atë vajzë që ka shku ati, ai e shfrytëzon faktikisht maksimum pasurinë e këtia që e merr rrogën, ku me ditë se sa. 5.000 franga edhe ai vetë 5.000 bëjnë 10.000 këtu në Zvicër. Ka që kështu rënon baba me djalin. Dhe ai rënon me parat e veta dhe parat e babës këtë i deponon në konto. Edhe pastaj i del zot asaj pasurisë masit vdeset thotë se kjo pasuri është e imja. Ai gjallë s'ka të drejtë ashtu. S'ka të drejtë. Ati që i e në kautë, më thonë, që sosh baba s'ka artë me ti të rije. Nuk do të thotë se babën ti ta detyrojsh o babë, ti duhet ta lutish babën, dhe njëtë vjenë të rije të ti sen, ti dhe shkojsh dhe e pitish babën, dhe respektojsh babën, dhe e pitish a kje babë pare, si mos ketë shumë të tjape, di blejsh tesha, dhe respektojsh. Ti blejsh tesha pak tja ma politikën, se më duket se këto paret dhe jesën atije. Jo, sa është ati. Ki musliman që babën e ka kështu dhe ato paret e ati babës, edhe ki ka një obligim, ki lahet për atja. Baba nuk është mëkatar nëse ai ka deponu pasurinë e vetë. E ka deponu pasurinë e vetë, edhe ka bisedu me këtë gjallë që rinë ati. Ka të shirë të rijet e njëna shpi, nuk do të me një 3-4 shpiz, nuk banë të eshat jargonat për shdo ditë të kënjetë të që. E faktikisht rritë e njëni mirë, po ai mund të përdor drejtësi, di thotë o birë, thotë une këtë ruak nuk e preki. Kjo roga, po plata, këto të hallat të cilët më vinë mu penzion, unë këto nuk i argjoj. Këto do t'i ruaj unë këto të halla, edhe pastaj nëse unë nuk kam imër, më thonë vdes para juve, këtë pasuri duhet të ndani si thotë Allahu, mes juve. Këso është të drejta i të ti thush, o ba, po ti të une, a të pi, ti të une. A i ka të drejt plotësisht bleje me hangër, me pi, me uvesh për vete, për këtë, për asaj pasuri sa o gjallë, a i ka të drejt bëjt shpas. Mirë, po që ka të punu faktikisht, e ki këtë pasurin dëndahet pastaj mas dekjes këtia kret të ato e vlat sa ka. Shtash duhet kemi parasysh. Se ki shumë duhet me përduar për drejtësit madhe. Ki babë që merë kështu ruan. Se rinë të ki gjallë, dhe gjdo kush është i gatshëm se babë, ka njëtën ku e ka dhe babë, edhe është i kalë të pranon nëse aj ketë nevojat e shpis i hek aj me atë rrugën e vetë. Dhe ati qetrit nuk i ndonë asë një 100 frankë. Nuk është e drejta e këtij babës të punon qashtu. Mos shkoj asë një gjallë ti thot ati prindrit, faktikisht ti të na rinë të një hanë, pinë, pse ti qojsh ati tjetrit? Se këto ndikojnë ma të e për gratë faktikisht që depërtojnë kështu, që i përzihen në të pasuri. Donë të haje haram, subhanallah. Ju e dini mirë hadithin e pejgamberit a.s. kur ai njeri, ai sahabe ja ka dhonë një hurëm, ose thuhet se një pare, ja ka dhonë njënit pi e vlatve, edhe su ka dhonë qirve. Ajo gruja anku, ka thonë pa e lajmru pejgamberin a.s. pse ban kështu, i jep këtia një kokër hurëm e nuk jep atin e qirve, ose i ki dhonë këti një dinarës, po ki dhonë atin e qirve. Thot nuk e lau. E lajmëron pejgamberin a.s. Pejgamberi i ka thonë atia, ki e vlat qirë, ka thonë po. Ka thonë, ose e pu kretve atine ka një kokër hurëm, ose merja në atia që e ke dhonë. Ki islam është i drejt, kjo ligji Allahu Gjeleshanu ve Gjelle Gjelanu, që nuk mund t'i vjen me drejtësi ligj prej ligjeve të dunjas, hiq, nuk ka shans. Nuk ka shans. Dhe për me e një këtë knaqësi të kësaj drejtësie, njerëzit duhet të zbatojnë fjallën e Zotit. Dhe të kenë shumë kujdes. Dhe ai të thotë atine e vladve se kjo pasuria ime do të shkon përgjis. Si të vjen roga, gjisa ne, gjisa kinje. Po s'pajtohem ashtu, unë rënoj vetë në shpinë time. Rënoj vetë atyre. A ju dini çka keni përgjegjësi për babën edhe për nanën.
Ju dini çka keni përgjegjësi. Dhe pastaj kjo pasuri faktikisht mas vdekjes time ndahet sipas ligjit Allahut. Sipas ligjit Allahut. Këto prind që i prind kësaja, Allahu lëshon mëshirë. Lëshon Allahu bereqet. E shton Zoti bereqetin. Për me shtu bereqetin në disa kullaje kemi ne. Veç t'i përmbami ajetit kuranor, va ati dhe l'kurba hakkahu. E pja hakun atine që i kje të afrën. Miskinave atine që kanë met në rrugë, e pa hakun. Ati hin mirasi, ndarja e pasuris, këtë që folëm deri tash faktikisht, e ati hin mardhënjet fisnore, lidhjet fisnore. Pejgamberi alayhis salatu vesselam ka thënë, kush dëshiron që t'i shtohet riska, le t'i viziton të afërmit, shko vizitohet motrën, tezën, halën, dajën, mingjën, vllaun, shko vizitoj këta. E në matë për kur dhe të shtohet kur ai nuk vjen hiq të ti shkon, ape shkon. As vjen ti hip nervat be subhanallah, sepse nuk vjen ti ape bismillah shkon atje. Martë të bëzjarët si jenë, aj matë të rritë në manë, të që dhe anje dekin e tja për shkua në viziton. Ti shkuan se Allahu ka urnu. I përgjigjesh fjallës Zotit, i përgjigjesh fjallës pejgamberit alayhis salatu vesselam. Ani, s'është i dhënum, po pse nuk vjen ka isharete. Isharete onë që nuk ka dëshirë shumë, vjenet kete mardhanje, lidhjet me tia qashti ketë, tja për shkua. Ashtu i ka thonë pejgamberi alayhis salatu vesselam atij sahabes që ankuan. E këtij personi i shtohet riska. Riska ka kuptimin e gjanë, pastaj ne nuk kemi në temë për shembull riska është mas pari o shëndeti, ta ketë njeriu shëndetin, të ketë me hangër, të ketë me pije, të ketë harmoni, të ketë kënaqësi, të ketë paqe, ketë ato dëfrimet e kësaj dunjaje. Dhe Allahu Gjeleshanu ve Gjelle Gjelalu jasgjeron këti robit vetë, që i përfill ajetet e Zotit dhe hadithet e pejgamberit alayhis salatu vesselam. E shifni vllazën se ne ham pasurin e gjallit Axhës atje, gjallit Kushrinit atje. E ham pasurin e gjallit Filan Fisit atje që ka shkua jo motra, po ka shkua jo halla atje, po faktikisht ajo halla, gjem të gjemve hallës a gjë shëndruan, ki baba plak kur dhe e mara atë hisën e ati të vdekurit, në de facto, ajo do të shkuja a gjë të halla gjë, sa ajo halla është qika ati, babës plak, apo? Ajo halla a gjë bashkë ata nipat, aj, subhanallah, dinari jem shkujet ata nipat a gjë të, bashkë që i kom të lësum. Në de facto, kështu thua njerëzit tonë, ati? Njerëzit tonë. Për pjekjet më dhaja bëjnë si që një qika ka falë Allahu ose di qika lloj metoda shtukon gjallë ati se do të shëndrohet, do të shkojë mali që tërkun, do të shkojë mali të vlaj maazallah, si të shkruje, të bire sudet, të svedokat, këtë ata imnjet ata gjigjet ati sen, që më shkojë a gjë, më shkojë ku duhet. Ja ka caktu Allahu që është e kje lijet e kje, qka po ban ti? I thom njëre njanit, po qka i ngushtu ka të shumë? Lijet është e ka caktu Allahu sa ka të marra jo vajza ite pja saj pasuris dhe ku shkuan tjetra. Aj, kur ti thu shkuan të vlaja gjë. Allah i narujt, subhanallah. Ato që duhet të respektuat sa 5 vakt namaz i falen. Sa shumë da ti hika asaj fjallës Zotit, subhanallah. A falet, lutet, sen, hiq nuk da të pranoje këtë. Pse mëre ti beson një pjesë të Kuranit dhe nuk dush t'i besojsh një pjesës Kuranit? Pa Allah e ka. Ajo nuk është hisja jote. Ajo hisja ati që Allahu ja ka caktu. Dhe ti duhet të kënaqesh me ato që Allahu ja ka caktu. Duhet të kënaqesh që zbatove fjalën e Zotit. Po t'ja kujton se bëhesh pasanik pa thonë Allahu. Bëhesh i pasur, po të më paskon ti aty të kishe bën djalë. Po që s'ka caktu Allahu një të tapet djalë. Ti mërë e babë që të ka donë Zoti vajza për shembull, edhe të nëtonë si ati në ketëve të va kompletuesh ti marën ato që mos vdekës time, mos i marë që vlaj ose mingjë ose gjalli mingjës. Po ajo ta marë ketë ato, ajo se është
vladi jem, në fakto po ti, me paskon ashtu si thuhet ti, atje ti kishe bën edhe gjallë, apo? Po ç'është ka dhënë Allahu xhaleshanu? Po nat pasurinë të cilën ta ka dhënë Zoti, ti këto se vetë ki bën. E prap ti banu me Zotin. Zoti ta ka dhënë përpara se me ardhmë këtë dynjë, ka caktuar ti ta keç ti ato. Banë për krahas i fjalëve të Zotit. Ndo që të keç kënaqësi në këtë jetë. Dhe ruani nga kjo haram i cili deporton të na edhe kepet të na, si mresh, shkon kjo haram të njëni, të qetri, dhe pa ja vu mendën o vlazën. Pa ja vu mendën, se për ne është e kërkuar që të dalëm para Zotit pa hëngër haram. Ne kërkuat për prej nesh që na të dalëm para Allahu xhaleshanu ve xhelle xhelaluhu e jo me haram. Jo me haram, për dalëm të Allahu me faqe të bardhë, e jo të turpnuar, e jo ne të japëm për parësia saj lakmis, se edhe ki ders që flita sot ka të bëje me atë të kaluarën e javën e kaluar, se kojsa e shtinin njeriun faktikisht a nuk duhet t'i konet për atë haram. Hiq edhe me konë sa shumë, edhe sa tjetë e le tjetë, nëse mrinë edhe milionin me vlerë, le tjetë sa tjetë ajo nuk është e itja. Ajo është e ati që Allahu ja ka leju. E ati që Allahu ja ka leju. Allahu në bof prej atire që të praktikojmë këtë farsë të Allahut. E mos t'i japëm prioritet e pshit tonë, e të lakmojmë në ato të cilën nuk e kemi me hak të marëm edhe të shfridzojmë. Por ajo është mall i atia që duhet të shfridzon, ku Allahu ja ka caktu. Zoti u shpërbleft për durimin. Ndoshta dikushi ka dëshirë të bëje pyetje në lidhje me këtë, se kjo është mesele që nevojitet me pyet. Nëse motra nuk do të marrë, shkon në sud të të mzdu, ja falen vllaut, të ndime, ka të drejtë. a gjohë që është haram pas të ere? Jo, e ka drejtë që ja falen vllaut, veç e do të ketë kujdes, se nuk është bash mirë ajo që ashtu ta lanë atë malin, dhe duke shku në atë aspektin e mentalitetit popullit shqiptar, ato shkujnë vafali. Ata do të mësohen din të marën atë hisën e vete. Të dije, ajo të merë hisën e vete. Ajo ka të drejtë t'ja fale, sikur se ti që kje drejtë t'ja fale, që vlau të që këtë malë nuk më duhet, mu s'kam nevoj. Pse se s'ka nevoj, se ajo është të buri vetë dhe ka pasuni, dhe thot nuk e marrë, nuk më duhet kjo pasuni. Thot ta fali ti o vlau, ja falen ti. Vllaznive va falen krejtë. Ajo ka të drejtë, ta dhuron ato dhurat, por ajo duhet të mëson të merë mallin e vetë. Duhet të mësohet të merë pasurin e vetë. Se ndoshta prej mentaliteti dominon, ai mentalitet dominon mbi shqiptarët dhe ajo ka nevoj për atë pasuri. Dhe vunë me nëse se bëhet i dare, mirë po prej marës të mentalitetit popullit që e praktikojnë, ajo nuk donë me e marë mallin e ati, mallin e babës. Ne e marë mallin të në shkjel kishpa jeme kamët kishë. Ajo është haram. Atëherë Allah nuk shon bereqet mbi atë familje. Pse se ja kushtëzon asaja. Se ti mos kje ku me bot pamin. Të naën që qashtu, ajo duhet gjene të bëjet pamin dhe ti duhet shkojsh të vizitojsh e bashkë kur të merë mallin, atëherë duhet tjetë që i knaqur se anda malli si thot Zoti elhamdulillah, e të shkojsh të vizitojsh me knaqësi, me faqet bardh edhe ti të ajo edhe ajo të ti, atëherë e kini fisë bilillah zjaretin më mirë. E kështu? Ajo akull duhet me uthi dhe prindri nëse ban ndarjen për zgjalli sikur se të na që thash nuk është në rregull të ndahet, duhet të ketë drejtësi, përduar drejtësi, krejtëve të vajapa ata. Kontributin në pasurin e babës, i trashërimtarëve, nuk është i njëjtë. Se merrojnë bashkarisht.
Një gjallë mëson për huq, qetri punon në firmën e babës. Jo, qetri punon, kontribon, bje shumë. Pasuria në që rritër tash, a i shkuar në emën babës. A është edhe një gjallë, sa e qetri. A i qetri s'ka brunë. Ndaju. 18 vjetë o baba jem me i plak, se unë 15 vjetë o vlaj ma i ri. Ndaje pasurin, pse e majtë e bashkë? E që ato atë jetën, në lirën e jetimit, si bihet ajo jetën si e pojmë ne. Që isha ti e kimi gabim. Jo, është pitje me vend. Ata që s'dun me ndëgju, ata më mirë të dalën për jashtë. Ata që ndëgjoni pitja është shumë me vend. Kontributi i personave nuk është i njëjtë. Njerëzit të cilët bijnë pasuri nuk është pasuria e njëjtë. Dikushi e ka rrogën në Zvicër, dhe flasim këtu për shembull në Gurbet, dikush e ka rrogën 4.000 frankë dhe dikush e ka 7-8.000. Dhe janë bashkë, baba me djemt me një banejes apo me një shtëpi, dhe ata ketë veprojnë, punojnë për një çështje. Dhe këto janë njerëz të cilët për shembull sikurse aksionistat. Sikur aksionistat në fakto që ata e kanë hapë një firmë dhe pastaj janë pajtuar që ajo firmë sa do të fiton, do të ndahet barabar me tjertë. Shiqo, po ne qashtu e kemi organizimin për deri sa ti pasurihisën tënde nuk e nda. Nuk bisedon për shembull të ulet, prindi e ka për detyr, ti e ke për detyr, kretë të uleni e të bisedoni se babse njëni prej fëmijëve tonë ka mundësi të punon që këtë punën të cilën e punoj unë. Mirë, po ki merret me gjoja tjera. Me thonë, ki nuk ka hisedarë në këtë kontributin të cilët na fitojmë. Ta kemi me dije të nesërmen faktikisht mos lip ki gjanë, se ti nga në mas firmes dhe galeve, problemeve, sent ati, edhe të nesërmit ne kemi qenë bashk, po mirë ti vla, ti ka për Anglin, Suedin, Kësha fjallë kur është e shumë ma i ri, nuk ka kohë. Ka da, nalu pak. Dhe ti ka për shembull botën të shëtitish, kur ne na vleshin trunë të hecë të anje, edhe qëta shti lipën hisa ati. Lipën hise. Kjo është një munges faj i këtine njerëzve të shpis që nuk i sqarojnë punët me kohë. Sa i plotësish ka të drejtë, derisa ju jeni të pajtuar se na këtë sugar për e lomë që ti ti, hajtë kna që ti se na bëllë kemi je. E kemi shumë vlazën që kështu thonë. Na jemi 4 vlazdi, po në për këtë e kemi lëshu, që ashtë ne të knaqet, hajtë, ne të shëtitet. Ato nuk janë në regull, ata punë. Ne po flasim për shembull që një familje islame që jeton. Ai pse është i ri, edhe ti e pajtu që malli i të jetë bashkarisht i babës. Ti do fitojsh edhe krejt hin ajo suma e mnohet në emën të babës tënd. E kur do ndahet do marr ai hisë sa që merr ti. Nuk ka ti kur gjan hiç. Nuk mund ti thosh babës se unë jam 15 vjet para vllaut tim. Kur unë 15 vjet kum punu, kum fitu me ku me ditë se sa hoa kaltan, Aja s'ka pas shansë, ai nuk ka pas shansë, mirë po ti e pajtu se kretat kontributin që dhe fitojsh dhe jese në emën të babës tënd. Edhe ai hin hisa ti merr. Ka problem? Ka problem? Ka probleme kemi që di? Po ki problem është problemi pse njerëzit nuk e di. Dhe pak ta sqarosh atë mënyrën si duhet të jetojë ajo familja. Ka kretaj ta dane ti hoqo këtë. Qaj që të thot ki 15 vjetë për para, thot e babës unë të pare të veja një loj veç. Po. Ka drejt është. Ka drejt. Unë e këshiri babën tem, sendë dhe nuk japë krejt paret. Dhe ato paret e mija, ose të ati vlaut, për shembull ato, a i merë vetë. Po për ato baba hinë mirash, dhe me thonë se gjali ka pasunin e vetë. Gjali ka pasunin e vetë, që është emnuar në emën të atija. Kur aja është bon mbylik, edhe ka fillu me punu jashtë, ka dalaj. Atë pasuri që e fiton, ai babën e ka për detyr të kujdeset për babën. E ka obligim të kujdeset, mos e lënë të keq për të hëngër, për pi, për ta vesh, për asoj. Mirë, po nuk e ka për obligim krejt pasurin baba
ai baba faktikisht ka marrë sapa, kupton? Edhe thot ti e gjali jemi e ketë pasurinë këtu ndu. Ajo gabimin, ajo ka gabim. E shtash atë gabimin atje nuk duhet ta pranon gjali. Nëse nuk e ngjon nuk quhet mos. Jo, Allahu thot para se të nisen ajetet e mirasit, thot wala tu'tu sufaha amwalakum allati ja'ala Allahu lakum qiyama. Mos vajapni me ndjelet dhe pasurinë tuaja të marrën në përkam. Por epni të hanë e të pinë ata, epni ata të hanë e të pinë, faktikisht, vëkullu kaulen marufa, edhe thuni fjalë të mira atine, fjalë buta. E shtash, edhe kibab që i ka ngull kam të ati, ti ke me punun, ti ke mirë rrugën, ti ke dala që me vizë, me sënt ati, ketë pare ti bish këtu. Ki e maltreton njënin gjallë, shtash, ki bon pa drejtësi faktikisht. Ki nuk o me ndjelijet, që s'di ku e argjën pare, po në shkët aspekt faktikisht është me ndjelijet, edhe pak ma tepër. Se ki e keq përdojt dhe faktu këtë mundin e këti vlau. Edhe ma në fund qka, këtë ki kontributi i vlau, faktikisht shkona gjithë e vlau pa drejtësi. E nuk ka të drejt edhe baba të përdojt kështu. A më ki s'ka të drejt babën në faktu talone pa ushqime, pa veshe, pa sen këtë. E kemi të qartë këtë qështje. E shtash nëse ki pajtohat në faktu, hani babë. Kjo pasuri që kontribuon e këtë është e itja dhe kjo ndahat pastaj që ishtë do të ndahat. Pa marë parasysh se vlau s'ka pas mundësi të fiton. Atëherë jo, atëherë është njëri mirë. Jo, se ka fajnë e vetë, pëse mos e logaritni këtë se është vetëm pak, Haxhi, vetëm pak, lutem. Ki nuk është prej njerëzve që janë fajtor edhe është mizor, por ki është prej njerëzve të mirë. Ki ka shpreh dëshirë faktikisht nash. Mu më Allahu më ka dhënë, unë e t'jem me vizë këtu në gurbet, edhe marrë unë rrogë të mirë, më ka dhënë Allahu shnet, më ka dhënë, mi ka plotësu zoti mu këta mundësi që unë të marrë rrugë, më pasonohen kështu, edhe le të marrën edhe vllaznije. Edhe vllaznive shtëpia, edhe vllaznive irta, edhe vllaznive ketë. Kjo është prej njerit mirë ki. Bile maj mirë se unë edhe se ti. Kjo që prej start kur ka shkua që ka dale se unë dhe ndaj rrugën time, se kjo rruga ime, tu ja dhonë babës a gjë, dhe dale të kështu. Kjo nuk do të të se kjo maj mirë se ki. Mirë po kjo është qaj, a më dha zati mu këtë të mirat, po, e unë dhe aplëtsuj dëshirën, se baba ka dëshirë, edhe një prej ati në respekteve ka dëshirë që ki ketë pasurin, edhe pas taj të vandaj ati në barabar. Ani se ki gjali matë ka fitu për shemën mas shumëti. Po ndodhë dhe njere, ne nuk flasim e banët kështu për qështu, ndodhë dhe njere që edhe i diti ose i fundit, fituan dhe i mbanat atë mëdhejt. Nuk është të thonë se gjithmonë i kam bajt a i madhi pse ka qenë i madh, se gjithmonë ne themi se unë e kum pasat barën e rënd, se kum qenë ma i madh. Ka dalaj ma i madhi më nëgjës janë bojë darë, kur ka dalë riska pikti të voglit, hajde dhe bje. Garda i voglit e ke shku, riska me të ma i riska ati. Ama që ati unë thëmë që është edhe kjo punë e qikave, se bëjnë i sabë të qika ka shku me 18 vjetë, 19 vjetë, 20 vjetë, s'ka kontribua e datë pasuni. Qka milja? Pasunia e babës i dalë. Pasunia është e babës është e djali ka punë më shumë se baba. Baba ka pas 5 kg, brapa janë bo 25. Me gjithë. Janë bo 25 në emën të babës. Ama i kalonë, ama djemë t'i kanë fitau t'i thamë. Honi. Qika kur janë martu, baba ka pas veç 5 kg, t'i thamë, a shemë. Po, në ketë në emën të babës, në firëm të babës i kini shti. Jo, është në firëm babës, ashtu se si e dafi babës. Tu, Ojo, kjo në praktika, si... Ne e thamë, jo, se funciona. Si ka për Kjo ka, tamam, vla. Shika tamam. Se shtu me vërtet praktikoj. Do është e ato qika t'i Ai ka pru kontribut, ka pru, edhe shërif pasuria, edhe mandej prandej ndodhe edhe që ai nuk do me adhën vajzës. Pse? Se ka pjesën më të madhe ka prej djalit. Djali për shembull është një mosh më i madh. Ka dalë më herë ka fillu me fitoj. Ose ka një vlla shumë më të vogël. E kur të vinë ndarje pasurisë tu ka problem. Unë mendoj se këtu Silvia e kësaj është nëse baba... Nuk ka problem ati, hap një punën hapës, fëto, në zeftë. Çdo familje ndonjëherë ka problem. Jo, unë qatë situate kam me kom patro me kos. Nuk e kom me problem. Ja të shkëm në atë, në shtë jo, ka të zemë djerë sa të bënë gjicë këtu. Ne nuk gjikojmë këtu, faktikisht është shumë lehet ajo punë. Po lehtër kur nuk praktikohet. Ne pëse s'praktikohet, ne se praktikojmë ndarjen e madhit, ne për ato folëm të regum vajzë. Me thonë që njerëzit mos hanë haram. Ka të drejt atë pasurin të cilën e blenë të afukë mbi vetë, apo? Plotësisht ka të drejt atë pasurin të cilën e blenë
ta fjuk mbi vete, dhe neve Allahu na ka dhënë mend dhe gojë dhe send dhe ulesh para babës send, se këtë tokë po duhen vetë të jetë prona ime. Dhe tash një problem është që njerëzit nuk janë të edukuar fetarisht edhe baba vetë nuk është i edukuar. Se ajo është do të dahesh të mënia. pa ai baba faktikisht nuk është aq i edukuar sa ai e merr krejtësisht të kundërtën. Lind